I penduari i drejtësisë Nuredin Dumani në gjyqin e Plumbit të Artë dha detajet ronditëse për vrasje me pagesë 2 prej të cilave i kishte marrë nga Behar Bajri, ky i fundit pjesë e dosjes Metamorfoza. Me Behar Bajrin kam folur përmes Elton Bashës. I ka thënë Eltoni, Arlind Bushatit që u vra tani në Shkodër në ngjarjet me Licët, që e kam shok. Behar Bajri më kërkoi të bëja goditje për të për Dorian Dhullin dhe Gen Stafilin. I kërkova 1,5 milion euro. E pranoi shumën. Unë i kërkova në këmbim Bajrit Talu Çelën. Ma ofroi, më ndihmo ti, tha, se Talun e gjej unë. I kërkova ta gjej ku është. Më tha, kam informacion se ishte në Serbi, por i thash që gënjen. I penduari i drejtësisë u përplas me ish shokun e tij Henrik Hoxhaj, person me të cilin shoqërohej edhe ditën kur Dumanit i bën atentate përfundoi pas hekurave për të rrëfyer krimet e 12 viteve të fundit. Bashkëpunëtori i prokurorisë foli edhe për atentatin ndaj Lulzim Mashës, i cili mbeti në tentativë. Porosin për Lulzim Mashën ma dha direkt Suel Çela. Kam komunikuar në Matrix ose Skype. Unë dhash porosin, organizimin e bëri Henriku. Për këtë punë i kam dhënë një Golf 4, 2 armë dhe një pistolet 9 mm. Pistoletën kur erdha nga Kosova e kam marrë aty. Golfin ja mora miku tim në Durrës, Fatmir Troplinit. Zgjati disa muaj. Henriku t'i ofrova 160.000 euro. E pagova 10.000 ka parë. Për Henrik Hoxhajn, kjo dëshmi ishte kontradiktore, pasi sipas tij porosia ishte marrë për asgjësimin e djalit të Lulzim Mashës, e në mënyrë që të arrinin te i biri, ata do t'i vrisnin të atin që djali të merrte pjesë në ceremoninë mortore të babait për ta ekzekutuar aty. Me tensione të forta, gjyqi për Plumbin e Artë u ndërpre. Debatet kulmuan me kërcënimin që njëri prej avokatëve pretendoi se i penduari SPAK i drejtoi atij. Të fus në listë, je në ofertë. Nuk toleroj mua të më kërcënoj dikush në sallë dhe prokurori të mos reagoj. Nuk mund të më bëja i presion mua. Nuk dëgjoj unë atë të më thotë, të fus në listë, je në ofertë. Një zëri të gjithë mbrojtësit u shprehën se kërkojnë shtyrjen e seancës, ndërsa do të marrin një vendim lidhur me situatat e vazhdueshme së bashku me dhomën kombëtare të avokatisë. Toneve të larta nuk u shpëtoi as prokurori i çështjes dhe as togat e zeza në përpjekje për të qetësuar palët dhe të pandehurit. Seanca e radhës u saktua në 22 prill.